Veshka që nuk pyet nëse je A, B, 0 apo AB, ajo ju do të gjithëve njësoj. Shkencëtarët kanë njoftuar një arritje historike në mjekësi, kthimin e një veshke donatori në një organ universal që mund të transplantohet te çdo pacient pa u kufizuar nga grupi i gjakut. Kjo bë e mundur fal enzimave speciale të quajtura gëshër molekulare, të cilat heqin shenjën e grupit të gjakut nga sipërfaqja e organit dhe e bëjnë atë neutral. Procesi kryhet para transplantit, ndërkohë që organi, pra në këtë rast veshka, mbahet gjallë në një pajisje mjekësore. Në testin e parë tek njerëzit, veshka funksionoi normalisht për disa ditë dhe këtu është gjëja më e rëndësishme. Ajo nuk u refuzua menjëherë nga trupi. Edhe pse pas disa ditësh u shfaq një reagim i lehtë imunitar, ai ishte shumë më i butë se zakonisht. Sot mira njerëz presin vite të tëra për një transplant, sidomos ata që e kanë grupin e gjakut 0. Dhe ky zbulim mund të shkurtojë ndjeshëm kohën e pritjes dhe të shpëtojë shumë jetë njerëzish. Në të ardhmen e njëjta metodë mund të përdoret edhe për organe të tjera, si zemra apo edhe mushkërit. Pra ndoshta një ditë do të flasim për organe që nuk pyesin fare që çfarë problemi ke, por vetëm nëse ke nevojë për mua apo jo. Dhe kjo për shumë njerëz mund të bëjë diferencën mes pritjes dhe shpresës.